për veten tënde. Përse nuk bën një bisedë të qetë? Përse nuk bën një bisedë të qetë? Përse? Tërheqja hundës të përcakton. Përse nuk bën Juela një bisedë të qetë? Nuk je aftë. Nuk je aftë. Nuk je menaxhon dot emocionet e tua. Nuk je menaxhon dot emocionet e tua. Mos do dalësh nga shtëpia. Nuk je menaxhon dot emocionet e tua. Të thash me mua mos u kruaj se të hapet plaga sa koka jote. Juela nuk e përballon dot një bisedë. Unë me fjalor të ulët absolutisht. Ti përballon me këto fjalore. Se nuk e uj zërin, edhe të mundohesh të bësh me një vajzë të zgjuar një bisedë normale me tone të qeta. Unë të tërheq për hunde, ti ofendon. Te mos e kruaj me mua, thash ti mos e kruaj me mua. Thash ti mos e kruaj me mua. Unë edukatën e kam pas nga dita 1 me njerëz që kanë merituar edukatën time. Kush e ka kërkuar anën time më të errët? Njerëzit e errët, njerëzit e zi kanë kërkuar anën time më të errët. Më vjen keq që ti je një ndër ato. Njerëzit e zi, kunata ime jashtë dhe ti prajmin e fillove me kunatën time, imagjino. Njerëzit e zi kanë kërkuar nga unë anën time më të errët. Ti je njeri i zi në shpirt dhe ke nxjerr nga Selini anën më të errët të Selinit. Erdhi Shëndriti, fol tani me Shëndritin. Fol me Shëndritin tani. Jo, fol me Shëndritin, apo s'ke guxim, apo nuk ke guxim. Ti sa po konsiderove, A ke guxim, o gënjeshtare vajz. A ke guxim? A ke guxim ti dalësh ballë argumentave të Shëndritit? Ti nuk ke argument, oj vajz. Ti asnjë argument nuk e ke. Zero. Ti ke argument. Gjes ka pas argument. Gjes ke pas argument, oj vajz, s'ki pujt me argumentu një fjallë tane që ja thu dikujna. Qysh i jep ti fjallë njerit cep me cep? Kue ki pas argumentin? Kue ki pas? Kujdes. Kush argumenti, oj vajz?